Shkojnë tek nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha dhe I bëjnë pyetjen: "Na trego çështjen më të çuditshme që ti e ke parë tek profeti sallallahu alaihi wasallam." Ajo tha: "Një natë profeti sallallahu alaihi wasallam u zgjua edhe tha: O Aisha, më lër që të adhuroj Allahun, ti bëj ibadet Allahut, fal namaz." Thot I thash: O I dërguari I Allahut, mua më pëlqen të jem pranë teje, por më pëlqen dhe më gëzon edhe ajo që të gëzon ty. Kështu thot u çua, mori abdes dhe filloi të falte namaz. Kuptohet filloi të këndonte Kur'an. Dhe thot ka qarë gjatë namazit derisa ka lagur me lotët e tij prehrin e tij. Pastaj thot ka vazhduar derisa ka lagur edhe tokën, dheun. Edhe vjen Bilali e gjen në këtë gjendje. Bilali erdhi ta njoftonte për ezanin e sabahut dhe I thot profetit sallallahu alaihi wasallam: O I dërguari I Allahut, edhe ti qan kur ty Allahu I lartësuar ti ka falur gjunahet e mëparshme dhe gjunahet e mëpasshme. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: Afala akunu abdan shakura? Përse të mos jem rob falënderues ndaj Allahut të lartësuar? Pastaj tha profeti: Laqad unzilat alayya ayatun wailun liman qara'aha thumma lam yatafakkar fiha. Tha profeti: këtë natë më kanë zbritur disa ajete. Mirë për atë që I këndon këto ajete dhe nuk mendon në kuptimin e tyre. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Vërtet në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe në ndryshimin e ditës dhe të natës ka shenja, ka argumente për ata që mendojnë. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila. Për ata njerëz që I bëjnë dhikr Allahut, e përmendin Allahun, duke qëndruar në këmbë, duke qëndruar ulur dhe duke qenë në një anë dhe mendojnë mbi krijimin e qiejve dhe të tokës, duke thënë: Zoti ynë ti këto krijesa nuk I ke krijuar kot, pa qëllim, I madhëruar, I lirë, I pastër nga tmetat e tij, ti I pastër nga kotësia, prandaj na ruaj nga dënimi I zjarrit të xhehenemit. Pra profeti ka kënduar 10 ajetet e fundit të surës Ali Imran dhe ka thënë: mirë për atë që I këndon këto ajete dhe nuk mendon mbi kuptimin e tyre. Njohja e Kuranit, mendimi mbi Kuranin na ndihmon që ne të njohim Zotin, që ne të njohim madhështinë e Allahut. Kjo është e para. E dyta, njohja e emrave të bukur të Allahut dhe cilësive të tij të larta dhe veprave të tij madhështore. Gjithashtu na ndihmon që ne të njohim, na shërben që ne të njohim Allahun, të njohim madhështinë e tij. E treta, mendimi mbi krijesat e Zotit, mendojmë mbi krijimin e qiejve dhe tokës. Ai që ka krijuar këto krijesa të mëdha, qiejt, diellin, hënën, yjet, planetet, tokën dhe çfarë gjendet në të, ai që ka krijuar këto krijesa të mëdha, padyshim, ai është më I madhi. Madje krijesat janë në kulmin e vogëlsisë kundrejt madhështisë së krijuesit. Allahu është më I madhi në qenien e tij, ai është madhërisëm në emrat e tij, cilësitë e tij dhe veprimet e tij. Subhanahu wa taala. Atij I përket madhështia absolute. Kështu që mendimi mbi krijesat bën që njeriu të njohë madhështinë e krijuesit, fuqinë e krijuesit, diturinë e krijuesit, lartësinë e tij, urtësinë e tij. Allahu I lartësuar thot në Kur'an: Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allahu I mban qiejt dhe tokën që të mos zhduken, mos zhvendosen. Nëse ato do zhvendoseshin, askush nuk mund t'i mbante pas Allahut të lartësuar. Allahu mban qiejt dhe tokën, ai është mbajtësi I gjithësisë, ai mbikëqyr gjithësinë. Ai e mban këtë rregull të sistem në gjithësi. Nëse do prishej ky rregull në gjithësi, kush do ta mbante qiejt, tokën, trupat qiellor? Askush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Po njerëzit nuk e njohin madhështinë e Allahut. Nuk e vlerësojnë si duhet madhështinë e krijuesit subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Thot Allahu në Kur'an, ata nuk e kanë vlerësuar madhështinë e Allahut ashtu siç duhet.
wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah. E gjithë toka do të jetë në grushtin e Allahut të ditën e gjykimit. Allahu do ta shtrëngojë tokën në grushtin e tij. Was samawati matwiyatun bi yaminihi. Kurse qiejt do të jenë të palosura në të djathtën e Allahut. Dihet që ky është shpjegim tani, po bëj shpjegim. Të dyja duart e Allahut janë të djathta. Dhe Allahu i lartësuar në njërin nga dy duart e tij të djathta në ditën e gjykimit do t'i palos qiejt e lartë. Pra ky ajet tregon madhështinë e krijuesit. Ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, thotë qiejt edhe toka në dorën e Rahmanit, në dorën e të gjithëmëshirshmit, janë si fara në dorën e njeriu. Kjo tregon për diçka nga madhështia e krijuesit subhanahu wa ta'ala. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, Allahu i lartësuar në ditën e gjykimit do ta shtrëngojë tokën në njërin dorë të tij, yaqbidul arda wa yatwi as-samaa bi yaminihi, ndërsa qiellin e shtrëngon me të djathtën e tij dhe do thotë enel meliku, un jam gjithë sunduesi. Ejne mulukul ard, ku janë sunduesit e tokës. Prandaj dhe në surën Ash-Shura Allahu i lartësuar thotë wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabba. Ndër shenjat e Allahut, pra ndër shenjat që tregojnë për ekzistencën e Allahut, madhështinë e tij, fuqinë e tij të pakufishme, diturinë e tij, urtësinë e tij, është krijimi i qiejve dhe i tokës. Dhe gjallësat e ndryshme të lloj-llojshme që Allahu i lartësuar i ka shpërndarë në tokë, ku hyjnë me lajket, gjindët, njerëzit dhe lloje të ndryshme të kafshëve. Wa ma batha fihima min dabba wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir. Dhe Allahu i lartësuar është i gjithë fuqishëm për ringjalljen dhe mbledhjen e gjallësave për ditën e gjykimit, kur të dëshiroj. Allahu shpëlef me të mira, alhamdulillah rabbil alamin.